mirë, po fare mirë atë dhe cilët janë, Greta? Jam Fredi Beleri dhe jam Marber Maltezi, me cilët do të kemi një lidhje direkte në këto momente. Mirëmëngjes, mirë se erdhët nga Feshjeta. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Tani kam nevojë për një përshtypje personale nga secili prej jush, mbi të gjitha për përgjigjen që Këshilli i Lartë Gjyqësor ka dhënë pasi më në fund pas 2 vitesh gjetëm dikë që e përktheu fjalën e vështirë dhe të mistershme në greqisht e dënuar. E filloj me zotin Maltezi, më pas me zotin Beleri. Atëherë, Flavio, duhet kemi parasysh që KLG-ja nuk është hera e parë që bën këto, do të thoja, pelivanliqe apo ping-pong me këtë çështje. Të kemi parasysh që me 1 dhjetor 2023 KLG-ja i dha avokatëve të Sali Berishës vendimin në të cilin KLD-ja e 1996 e kishte shkarkuar Irena Gjokën, pas kohë Manekun. Irena Maneku edhe atë e kishte fshehur. Pra, Irena Maneku ka fshehur 3 fish formularët, pra ka falsifikuar 3 herë në formular. Se së pari nuk ka paraqitur shkarkimin nga KLD-ja. Ndërkohë që për një ngjarje të ngjashme, një antar tjetër, Luan Daci, u çua deri në ndjekje penale. Imagjinoni çfarë bëhet. Pra, Irena Gjoka nuk ka paraqitur as shkarkimin nga KLD-ja si gjyqtare, 1, e dyta nuk ka paraqitur as dëbimet, 2 dëbimet nga shteti grek, dhe së fundmi as dënimin penal. Pra ka 3 falsifikime, jo 1-2, dhe i ka të përsëritura. Sa herë ka pasur detyrimin për të paraqitur këto, qoftë në formularët e vetimit apo dekriminalizimit, nuk ka paraqitur asnjëherë. Por KLG-ja vetëm 20 ditë më pas, në datë 21 dhjetor 2023, gënjeu me shkrim, me shkresë, me firme me vull, gënjeu deputetët e parlamentit, kur këto deputet i kërkuan dokumentin e shkarkimit të Irena Gjokës nga KLD-ja aso kohë. Dhe KLG-ja me firme me vull të sekretarit përgjithshëm të saj, i shkruajti deputetëve sikur nuk e kishin në arkivat e tyre shkarkimin e Irena Gjokës, gjë që ja kishin dhënë avokatëve të Berishës vetëm 20 ditë përpara. Kështu që në këtë mes është futur i gjithë shteti të mbrojë falsifikatorët. Dhe kjo është për të ardhur keq. Të gjithë organet e drejtësisë janë futur të gjithë në lojë për të fshehur një falsifikatore. Po të kemi parasysh, KLG-ja vetëm gjatë vitit kaluar ka të paktën 4 shkresa me firme me vull nga kryetari i saj Ilir Rusi, që na ka çuar neve, ku na thotë që ne presim përgjigje vetëm nga prokuroria e përgjithshme. Ne i dërguam dokumenti me vull apostile të gjykatës Janinës në Greqi, e cila vula apostile është sipas konventës së Hagës, në të cilën dhe Greqia dhe Shqipëria janë pjesë. Po bëhet sa këto ignoruan deri dhe konventet me vulave apostile vetëm e vetëm për ta shtyrë, për të bërë ping-pong dhe për t'ia lënë topin prokurorisë përgjithshme. Në 4 shkresa kanë thënë që ne presim nga prokuroria përgjithshme. Në asnjë prej tyre nuk kanë thënë që neve nuk e shqyrtojmë dot, duhet ta shqyrtojë LD-ja. Pra, ose ka shpërdoruar detyrën Ilir Rusi me 4 shkresa gjatë vitit 2025, kur thotë që presim nga prokuroria përgjithshme, por ndryshe nuk shprehemi, ose ka shpërdoruar detyrën tani, kur votoi së bashku me 5 të tjerë që të mos e shqyrtojë çështjen e Irena Gjokës. Pra, çështja e Irena Gjokës është një patatë e nxehtë në të cilën gjithë institucionet e reja drejtësisë janë vënë me garë për ta fshehur, ta mbrojtur këtë falsifikatore. E kuptoj. Beleri, për ju, e pritshme, e papritur, zhgënjyse, zemërthyse? Unë nuk kam për të shtuar asgjë se më shumë se sa profesori për çështjen e Irena Gjokës. Problemi është këtu që ka një dorë mbi drejtësinë, që ka një regji. Mua kjo gjykatëse më dënoi me një dëshimtar që bënte magji në të njëjtën kohë, që ishte Neymar, ishte